A punon? Pyetja $1.000.000 që bëj çdo ditë. Sot do ju tregoj se çfarë punë bëj unë. Ndërkohë që bëhemi gati për palestër, sepse rutina e re është palestër në mëngjes. Për shkak se këtë orar më lejon puna ime si nën. Puna ime e parë është një nën 24 orë. Puna ime e dytë është në fund të videos. Nëse doni ta merrni vesh, duhet të rrini deri në fund të videos. Do të jap çmimin Oscar këtij xhelit të vetullave sepse për mua është i vetmi që ka funksionuar. Para se të nisem për palestër, do pi një kolagjen. Kolagjenin e kam marrë tek Snap dhe po e provoj një herë për vete. Nuk e keni idenë se sa shumë e shijoj këtë momentin e palestrës. Është si një pauzë për mua. Ndalon çdo gjë në këtë botë dhe është vetëm unë dhe vetja ime. Nuk do të thotë se unë nuk i dua fëmijët e mi vetëm për shkakun se unë po shijoj momentin vetëm pa to, por kam nevojë të rikujtoj vetes se po, unë jam një njeri që kam nevoja të tjera përveç se 2 fëmijë. Nëse unë kam një mundje të shëndosh, fëmijët e mi do janë në një rritje të shëndetshme. Po ju marr me veten palestër për shkak se gjithmonë më shkruani se sa shumë ju motivoj dhe dua t'ju motivoj akoma dhe gjithmonë do ta bëj këtë. Pra tani do punojmë, kjo është puna ime e dytë, do bëj porosinë e parë të detoxit, është një mikeshe imja që ka vendosur të më besoj. Për veten time do porosis një aloe vera për shkak se unë vuaj nga koliti dhe nëse ju keni probleme me zorrën e trash, ndihuni të lira të më kontaktoni dhe të marrim paketën që juve do ju përshtatet më shumë për t'ju ndihmuar të humbisni peshë.